Miqtë Original Podcast, sot jemi me DJ-n shumë dashur Blend Hakballan. Një djalë Flori themu gjithmonë se unë Blendin e njoh, edhe një DJ jashtëzakonisht shumë i mirë. Blend, falenderoj shumë që morë pjesë me tregu vlerat tuaja si djalë, edhe vlerat tuaja profesionale si DJ. Përshëndetje miqtë Original Podcast, faleminderit Gjeni që na mundsove një podcast të tillë në ambient kaq të bukur. Atëherë unë jam Blendi Hakballa, 24 vjeç. Vi nga qyteti i Tiranës dhe kam 8 vite që merrem me këtë punë si profesion DJ. Du të flas unë pak për Blendin, se unë di që Blendi ka pak siklet, është djalë me shumë edukata, ato është një ndër pikat më të forta që Blendi ka është edukata. Jo që s'ka të tjera, se mos na marrin se kemi shumë shok DJ do na marrin sikur nuk kanë, po flasim për Blendin, tani. Blendin e karakterizon një qetësi shumë e papame në punë. Ne punim shumë shpesh bashkë, jemi miq të mirë. Edhe përveç asaj është edhe shumë i dashur, e duan të gjithë dasmorët, e duan. Sepse Blendin nuk i mungon kur buzëqeshja. Edhe du ta nis me buzëqeshjen. Blend, ç'a të bën ty që të rish i buzëqeshur gjithkohës, i pa lodhur? Ka shumë opsione pse unë rri buzëqeshur, por një nga arsyet pse unë rri është që do të sjell domethënë pozitivitetin ose energjinë tek dasmorët. Nëse dasmorët më shohin të qesh pozitiv, domethënë me pak fjalë, edhe njerëzit ndihen rehat në dasëm. Se ke DJ për shembull, më thojnë që mos i marrim gjithë DJ-t, por ke DJ që rrin shumë serioz apo intrigant. Kjo gjë domethënë s'do më pëlqente dhe ndikon edhe tek puna. Njerëzit nuk të duan për këtë pjesë. Njerëzit të duan për buzëqeshjen dhe për energjinë që ti jep. Shiko, ta thash edhe një herë, tregu është i mbi populluar. Muzikën ti realisht nuk e krijojmë. Ne thjesht e kombinojmë ju domethënë DJ-t. Ne kameramant, nuk është se bëjmë ne raket, nuk shpikim. Thjesht ato momentet e bukura i përcjellim, i bëjmë bashkë edhe nxjerrim diçka të bukur. Edhe DJ-t, kombinimi i muzikëve i bën që bën diferencën me të tjerëve, dhe normalisht edhe modifikimet e vogla. Ti normalisht je i suksesshëm, shumë të njohin, po për ato që s'njohin, Blendi është shumë i suksesshëm. Moshë 3, se gjithë kanë dashur shumë vite, po Blendi ka rritur moshë 3. Kush mendon ti që është çelësi jot i këtij suksesi të shpejt, se nuk është se janë shumë vite, realisht me thënë se ka të tjerë që kanë vite dhe prap nuk kanë shkuar në atë hapin që duhet. Mendoj që çelësi më i suksesshëm do të jetë komunikimi në radhë parë. Mënyra se si prezantohesh te një klient për dasmën, flasim për dasmën, me që është mohabeti DJ-t. Mënyra se si ti organizon dasmën, mënyra më perfekte. Pra nëse ti arrin klientin që ta besoj dasmën, atëherë kjo është çelësi që çdo DJ duhet ta kështu, domethënë ta drejtoj. Ti the ke disa vite në treg. E mban mend aktivitetin ta të parë? Që ke bë profesionalisht, se kemi filluar të gjithë, kemi filluar me gjëra të vogla. Normal që e maj. Ajo ka qenë një nga vendet që unë mora kthesën. Pra, domethënë kisha kohë që merrem me DJ-n. DJ më përpara, besoj para shumë vitesh, 6 apo 7 vjet, u punoshëm në për gjona të vogla, por një nga eventet e maj mend shumë mirë ka qenë një fejes, me laptop nga ato të vjetrit, me mixer të vjetër, me boxe të vjetra, do thonë aty të mundu me bo muzikë, por aty pash që ajo ishte kthesa ime. Në thonë njerëzit fillun duke më pëlqy, kuptova se çfarë do të thotë muzikë. Do të thonë mënyra se si mund të miksosh apo të përshtatësh muzikën me valltarët, më kupto? Momenti nusës, momenti dhondrit, momenti shoqënisë, a kupto? Ka shumë gjëra të tjera, por ajo ka qenë një nga eventet që unë maj mend si sot, që ka qenë shumë kthese fort për mua. Kuptova se çfarë do të thotë DJ, ti je DJ për dasma. Po, se bëhet diferencë, para na pëlqen Blendi se i ndal gjithmonë gjëra se ta bëjmë ndarjen ç'është DJ që krijon, DJ për dasma. Blendi jo që si bën tjerët, por përgjithsisht është i fokusuar tek eventet. Patjetër, tek dasmat më shumë. Se edhe nëse fokusohesh vetëm te diçka, aty e arrit qëllimin që ti dëshiron. Nëse punojmë edhe nëpër klabe apo lounge apo kështu, edhe njerëzit nuk të marrin për seriozitet. Po është zhanër tjetër, realisht, pavarësisht është muzikë pra, po zhanër tjetër. Zhanër tjetër, domethënë. Se aty ke një grup moshe që është nga kaq, edhe dihet kanë ardhur për një muzikë tjetër, nuk kanë ardhur për me kërcej dasma popullore. Por mendoj që edhe kjo nuk është zgjidhje, shumë DJ e bëjnë, bravo që e bëjnë, por nuk arrisin atë që t'i kënaqin njerëzit me pak fjalë. Domethënë unë jam fokusuar më shumë tek dasmat dhe eventet private. Pra punoj shumë. Po prap evente personale, domethënë gëzime pak a shumë familjare themi në popullore. Po, patjetër.
Edhe më shumë jam fokusuar te kjo për arsye sepse du të nxjerr diçka ndrit. Jo hajde ta bëj dansmën edhe Dal ku dal. dal ku dal, sepse i tjetri po shpenzon dhe është Shikam, diçka. ti e di shumë mirë, unë s'kam skript, e kemi në formë bashkëbisedimi, Po. po të bëj një formë rrjedhe si duan që të shkoj biseda, se kam shumë për të folur me ty dhe kur ta tekaloj ndonjëherë të më fusësh ti në shinë se unë jam i çik dhe pasionant kur flas. Duhet të më thosh pak, duhet të përmendni pak më pastaj edhe diferencën mes krahinave, se duke qenë se ti bë dasma ndryshme, se për me bë një ndarje, pastaj do doje shumë edhe një këshill se si do këshilloje ti në aspektin tënd profesional si të organizohet dasma, po ti marrë me radhë. Shikom, ma thuj pak si është rutina jote kur ti ke një dasëm. Fillon mbaroj sezoni, mbaroj shtatori, që e mbyllim gjithë sezonin, bëjmë dasmën, nuk është se bëjmë, po e mbyllim atë sezonin. E mbyllim sezon Po, fluksin. Po, fluksin. Edhe fillon, ma thuj pak si funksionon tek ti personalisht, rezervimi, gjërat, deri në momentin që burri yt jep paret. Atëherë, nisim nga rezervimi që më shkruajnë klientët, qoftë tash unë punoj më shumë me klientë, domethënë klient, jo nga Instagram, edhe nga Instagrami punoj, po Është formë marketingu Instagramit. Po, 70% punoj me klient dhe pak a shumë unë kam mësuar se çfarë unë ofroj ose çfarë sjell. Por fillimisht du dalim tek tema që jemi, nisim me rezervimin. Domethënë interesohem për datat, për lokalin, orën apo çfarë do lloj gjëje tjetër. Fillimisht patjetër mobetit i bëjmë kafe, tavolinë domethënë përballë siç jemi sot bashk, flasim për dasmën, organizimin e dasmës. Pra, çam bën ndryshe nga i DJ tjetër, pa i shajt DJ që kena. Nuk po e morën personale le ta marrin, nuk është përgjithësia. Nuk ka për ta marrë asnjë, atëherë unë klientin e pyes çfarë do të bësh ti në dasëm. Pra, nëse klienti ka ide të veta, patjetër unë mund t'i ofrohem dhe klientit se çfarë të bëjmë dasëm më të bukur. Nëse klienti ma le më dorë, e marrën dasmën përsipër, qoftë nga lokali, domethënë mënyra se si mund të organizoj lokalin, kameramanin, bashkë besoj kemi pasur. Po, patjetër se bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm. Ndriçimin, shumë gjëra tjera. Dërsa që pjesa nisim te lokalit, fol edhe me shefin e sallës për pjesën e çdo lloj ndriçimin apo veni DJ se shohim në shumë lokale lejnë DJ në fund. Me të sajume. Me të sajume. Kjo për mua do ishte diçka, s'mund ta them ofenduese, a kupton? Po jo, nuk i kuptoj rëndësinë, nuk di rëndësinë e DJ-it që të bën dasmën. Sepse DJ është Sa është ndryshe të më thotë mua ti me kamerën e ke tavolina tjetër, është ndryshe ti thosh DJ-t e ti do rish atje. Është s'mund ta them ofenduese, kjo se ngja shumë keq, por mos respektim. Mos vlerësim, Po, mos vlerësim. Edhe besoj që DJ është pika kryesore në dasëm. Një DJ mirë në dasëm ta nxjerr dasmën. Patjetër se ai ta bën dasmën. Janë njerëzit e parë, po prap po si muzika e mirë, po si muzika e duhur. Nuk e vjen diskutim edhe. Po si njerëz muzika e duhur, njerëzit sa do të mirë të jenë nuk ndall. Patjetër. Nuk ndall. Një DJ, siç e the vetë, si të munosh ti rish, domethënë ritmit që kanë njerëzit, energjisë që kanë njerëzit, se njerëzit kanë mësuar, e dinë që vjen 2 këngëtar, se s'po përmendin tash që janë të famshëm aty edhe fillojnë dritën, po jo të gjithë e duan. Ka njerëz që duan ta bën, ka njerëz që duan veriun, ka njerëz që duan jugun. Unë i përshtas, domethënë i përshtas gjithë krahinat. Nëse do kemi dasëm Shqipëria mesme, jug apo veri, gjithmonë përshtas krahinat. Konsultoj me klientë për shembull çfarë ke dëshirë të bësh në dasëm, edhe patjetër merrem gati një vit me dasmë, nëse e kam pra përgatitet për dasmën e filanit. Po. Dakor, bazike do jetë. Domethënë flasim për Shqipërinë mesme që jemi të dy nga Shqipëria mesme. Do jetë bazika e muzikës të Shqipërisë mesme, por do të bëhet diçka ndryshe. Nga çdo dasmë mund bëj gjëra të ndryshme. Për shembull, nëse ishte një dasmë sot nesër, do të bëj ndryshe nga dasma e djeshme. Do të jesh kreativitet. Po pse për shembull do të jetë ndryshe? Ata s'kan lidhje me njëri tjetrin. Kjo ndikon tek njerëzit. Nëse një DJ e bën për vete dasmën, të klientit tërhiqet, i bëhet përshtypje, pse ky e bëni kështu. Më kupton? Edhe kjo bën që, domethënë, kjo më boja që unë do të jem DJ kreativ. Se nëse bëj ke sfidë personale, ke me vetëm tatë. Po. Sepse nëse bëjmë të njëjtin dasmë bazike, po ky thot, njëjtin gjona boka, kjo pse nuk i bën përshtypje. Hajt se muzik po vek. Po. Domethënë nuk bën ndryshimin nga DJ-t e tjerë. Shiko, gjithë në karrierën e vet, sidomos punën tonë që kemi punë me njerëzit, marrin mend disa momente shumë bukura. Marrin mend disa momente shumë sikletshme, marrin mend disa momente shumë vështira. Kush është momenti më sikletshëm që ke kaluar ti? Po sikleti mund të vjen nga arsye të ndryshme, nuk vjen vetëm për shembull nga mos funksionimi i diçkaje. Moment siklet Allah që ti e ndjen siklet, për shembull, çfarë mend me ai gjë? Siklete. Nga çdo dasëm kemi siklete. Sikleti i parë është emocioni që ka çdo DJ kët, emocioni
ajo frika për mrena, le të themi, ke pasur tip ankthi, sa të filloj dasëm. Besoj edhe ju e Po, keni. çdo kush e ka, çdo kush e ka. Kjo është Kjo është përgjegjësi, nuk është frikë, apo? Jo, frikë, domethënë po, përgjegjësi. përgjegjësi, bravo, edhe kjo përgjegjësi mund të jetë, për arsye sepse e ke atë emocionin. Por një nga sikletet që kam hasur ka kohë, me laptopi, nuk më niste laptopi. Po fillon të dasma, nuk po më niste. Arsyeja nuk më morë vesh, por e rregullum. Me ato tonat, hajde i laptopi, shok i gjosh, shqyr kemi shokët që na ndihmojnë për këtë pjesë. Edhe aty kam kaluj siklet se dasmori ma bote mu, hajde se do hy qifti. Po priti thojnë, 5 minuta, kupto? Të manovru. Po, edhe kam pas edhe sikletet tjera. Edhe një nga sikletet që kam kalur, kjo ka qenë më shumë qesharaka, kam qenë dasëm drejk, por dasëm edhe në darket. Mirë po, dasmën e drejkës e kisha lon një orar, që deri në orën 5 për shembull. Tash në orën 6 hyte çifti tek dasma tjetër. Unë kisha çuj DJ atje. Sa me bo fillimin? Po. Edhe e mbylla në orën 5, do të më thotë ky dasmës drejkës thotë, hajde prap thotë se do kërcejmë prap. Jo, thash në iki se të pata thonë që jam dasëm prap ndarket. Edhe jo, ne edhe i çova foto çiftit. Prit mos sy thash se jam tu ardhën, se nuk hyte çifti pa shkuar DJ. Kjo rast i vërtet, ha. Edhe okej, po të presta çifti, tha po bëjnë ai xhiro, tha dhe shkojmë fiks. Okej, në rregull. Do t'i më ktheu kjo dasmë drejkës më gjysmore, prap muzikë. Thash amon të lutem, thash futu, thash se jam kthy prap mrapsh. Po jo thonë të prita, tha ne nuk u fut çiftit pa shkuar. Domethënë bona dëgjësore muzikë. Tu kam kaluar një siklet të tmerrshëm, le të themi, Po çifti e kuptoj besoj pjesën e kuptoj, por deri diku çifti nuk ishte faj, ha. Faj ishte ai faktikisht nuk ka faj. Jo. Qofse ka orar, nuk ka faj realisht më Faj shënë. ishte imi, plotësisht imi, sepse ne duam që të bëjmë dasëm drejk dark, po unë nuk maj 2 ditë. Po, kjo është edhe këshilla ime që unë do t'ja për gjithë kolegët, qoftë nga DJ apo kameraman, është se 2 dasma në ditë nuk bëhen. Ose bëj 2 grupe. Po. Edhe ja thu klientit që në fillim që zotni i dashur, unë jam për drek, kur të marroj dreka deri në momentin që vi unë, janë stafi që janë shumë mirë patjetër. Patjetër. Pjesa tjetër, se sa i thu po, në fund fare jam prit pak. Unë për veten time nuk e kam bënë herë. Unë këtë vit kam krijuar një grup të dytë, një shoku im, e kam pasur në podcast atë. Kam marrë përsipër që më thonë që kur të kem kështu dopjo, një unë një ti, punojmë një lloj, niveli artistik, kreativ, gjitha një lloj, ama nuk ma man me maj 2 ditë. Drek dash nuk ma man. Pse kam ngeli herë blend, më kujtohet si istri, ishim lesh. Edhe kam pas një nga çunat ka qenë Olçi, kam shumë shok. Tani nuk punojmë bashkë. Ka pas motor. Edhe vjen Olçi shkonte përpara me motor. Edhe marroi dasma tregës, marroi vonë 6:30 atje. Fillon të darka në gjithë lalësit. E kisha robin tim atë, çuni dajes, po. I kisha çuar masat, po thjesht vet. Ka shkuar si para me motor. Ne u nisëm shumë me raket, domethënë, edhe është një ur atje, një ur me tela atje ke katunion, domethënë, që dela bote është ka dalë sa herë jetë shefa, jo. Plako, ne të hy, bonde ura, pa u këpuqin tela të kalu. Edhe nga ajo ditë, ka viti ky muhabet, nga ajo ditë ose kam marrë 2 dasma në ditë më. Sepse ngelem në trafik në Lezhë. Është problem shumë kjo pjesë. Unë që nga i gabim që e përmenëm para pak minutash, unë nuk marr më 2 dasma. Mund të marr, por gjithmonë me bashkëpunim, do të kem një hapësirë 3 orë ose 2 orë. Domethënë nëse marrojmë 5, pak që prap gjysore po ushty. Në 3 orë minimale besoj për veten time, pse? Sepse 2 dasma nuk bëhen. O do prishësh dasmën e drekës ose të darkës. Jo nga mënyra e orarit, por nga mënyra e lodhjes. Domethënë nëse dasmën e drekës do kesh energji, ama darkës nuk do e kesh, sepse njerëzit janë mbi gjithë. Atë desha me të pyet, a mund e përballosh domethënë me ditë energji drekën të darkën? E përballojmë. Por s'mund e përballosh 6 ditë rresht. Jo, një ditë thash, një ditë. I ditë po më se përballonin në 3-4. Po ideja është mënyrë të vazhdueshme drek nuk përballon. Nuk bëhet. Mund ta bësh, por nuk e bë dot në mënyrë perfekte. Pra, jo, ideja është i bie që vlerëson më pak tjetrën pastaj. Sepse vlerësimi nuk mund të jetë. Sepse tjetri unë në mënyrë një herë martohet. Po, një herë martohet ai dhe nuk duhet të ja prish dasmën. Nuk du të jem unë arsye pse u prish dasmën. Edhe pse për me fitu 2 lekë më shumë. Se larg o zot mund ndodhin probleme gjona, a kupton? Se njerëz jemi, familjarë jemi, ndodhi problem. Dishaj ndodhi shoku ton. Rob të hyndasëm nëse për çlind. Na ka ndodhur. Për zotin. Edhe unë ishim klip në Lezhë, po ktheheshim dasma ishte në fushë shkruaj. Unë isha mu ke lokali, tu kalu, rastisht, ta kishë më problem. Merë në telefon kë shoku, Gjeno thot, ku je? Kë filan lokale tu kalu. Plako, hajde futu ndasëm, ta mu se motum lind nusja.
Ka na hyjnë apo dasmë, ne hiku me lind. Domthon, kjo është tjetër gjë. E kuptoj. Po jo ti thush ti, po prit ti se mu m'la ky do më kërcedhi çik. Kjo është, shiko, unë kam martu motrën, vjet domethënë, dhe aty e kuptova çfarë do të thotë dasëm. Se dasma parë domethënë në fis që kemi kaluar, dhe aty e kuptova vërtet çfarë do të thotë të kesh dasëm në familje. Pra, kesh Sa rëndësishme është. Po, sa rëndësishme, sikleti, stresi, jo kjo, jo se ti e di në Shqipërisë mesme kena ca gjona. Po, i kena ato fiksimet tona. Edhe e gjitha është domethënë kemi shumë siklete, por që ta mbash mendjen që ose smert fotografi apo kameraman apo DJ është nuk e di domethënë, a kupton? Pra e them që këshilloj gjithë çunave kujdes me këto gjona se ta fëmëja modhet. po të le pa gjoh. Vërtet kjo, bravo. Po momente të bukura shumë. Momente të bukura gjithmonë nga eventin e vet. Kur them bukura, kuptimi që batut. ti të ndihesh i vlerësuar, ku ti gjona që se harron kurrë, a kupton? Shikon, çdo dasëm që po bëj tani, ka pothuajse 2 vite, i kam selektu. Domethënë siç fola pak më parë që po bëj dasmë siç di vetë me e bë. Domethënë bashkëpunoj me klientin dhe e bëj siç di unë apo normal edhe në mënyrat që ai don, po, dëshirat e atij në mënyrën tënde ja përcjell. Me pak fjalë bashkëpunim. Edhe në çdo dasëm ndihem shumë rehat, shumë komod, shumë energjik. Kupto? Edhe mënyra se si unë organizoj dasmën ndihem perfekt. Pse sepse klienti ma ka besu mu dasmën. Është gjëja jote. Po, është thot, shiko, bë më të mirën, çfarë ditë bosh. Por kujdes pa egzageruar domethënë, se ka shumë DJ, po shumë. Dikur kam pas bërë dhe vetë me rreth e kërcimit, domethënë muzikë pa lidhje, le të themi, e kupto? Domethënë gjysore muzikë. Kë është nonsens. E lodhshme. Po fillon me ul njerëzit, mori fund. E kupto, është nonsens për mua. Duhet të bëj pyetje. Se kam pa ca muzikant, ca DJ që unë nuk i respektoj. Nuk kam vlerësim asë, se kam kontakt me ta, po. Tallavaja nuk është muzikë, tallavaja nuk është ndërkohë që unë shoh krejt kundërtën. Nuk themi tallavaja që ajo që është në ushtri për to këtu qa. Po themi këtë që i vjen për dasma tona. Gjys moderne. Po jo, siç është këtë gjona kanë bërë një lloj miksimi. Çfarë mendimi keti për këtë muzikë tallava që vjen për dasma? Këtë që aktualisht kemi në për dasma, jo tallavaz që shkohet me hudlek. Ideja është mënyra e organizimit të muzikës, varet nga DJ, por ndonjëherë ne nuk kemi dhe faj. Ke shumë dasmor, po thjesht në çdo dasëm, flasim të dasmën bazike që ne mund të bëjmë, që duan tallava. Ne mundohemi që mos t'i vejmë tallavat, por është e kundërta. Tallava i duan, domethënë thotë vetë tallava, por ka nga ato që duan tallava, ha? Nuk e kam në atë lloj niveli. Domethënë jo ato që fillojnë flasin gjuhën rome, si më thonë, se romët e kanë shkruar tallavan në mënyrë më të mirë të mundshme, po jo kuptimin ato, po domethënë ritmi. Mund pëlqen shumë, a kupton? Unë kam shef. Edhe mund pëlqen. Ritmi, po të marr një shembull për ku dëgjon. Po të shohësh është Bledava, që është shumë i respektuar, ka bëhet kongën për shembull për Tiranën, për të çunat e Tiranës, po ai ka pak ritmin, a kupton? Ritëm tallavaje. Po e ka pak, a kupton? Është shumë e bukur më plagë, unë gjoj 20 herë në ditë atë. Shiko, asaj s'mund t'i thush tallava. Nuk është tallava, nuk e kisha tallava që ato thash edhe njerëz që janë ato, siç e bë Kosova për shembull që shtrihen duke qenë. Jo, valla, po muzikë dasme, po ka ritmet e tallavas, a kupton? I ka ritmet. I ka, a kupton se po ta vesh re gjithë është çik më allegro po nai. Shiko, edhe neve DJ-t kemi edhe diçka, muzikët me lup, besoj DJ-t ta kuptojnë. I fusin ca, domethënë, shumë DJ, kot pa lidhje, domethënë muzika valla, le muzikën të pastër, dakor, mundoj që ta bësh mënyrën më të lehtë për veten tande për ta miksuar, por s'mund ta egzagerosh me to ragataka. Ka shumë që ja teprojnë, me thënë drejtën. Sepse shikosh problemi, ti besoj duhet ta dish këtë problemi ku qëndron tek dasmorët më shumë, aty në moment shijo. Domethënë nuk e ke mesë, ke pinë. Po, kur shohin videon pastaj? Kur shohin videon edhe nga mënyra se si ti e domethënë bën montazhin tek kur bësh montazhin e dasmës, aty e kupto. Mënyra e miksimit, gjon vetëm ato, rakadakadek çan to, tamtami thënë. Po, tamtami. Po, njëri do marrë një asistent vetëm një tamtam. E për çfarë duhet? Është shumë e bezdishme për mua. Ajo e kalon tallava. Tallava tamam, që ajo që nuk është, domethënë nuk na përshtatet neve, mos se s'është e gabuar, se ka rob që e duan, por nuk na përshtatet neve, a kupton? Po shaj asnjë thjesht. Se kam pa disa, unë se luj, si jam unë DJ, ç'lidhe më ka, ai do robi, ai pëlqen robit. Ti ke për detyrë me sjell mënyrën më të mirë të mundshme. Çfarë klienti kërkon? Po.
O në momentin që e merr përsipër. Ose shkruaj vllai aty ke Instagrami jot, ke numrin e telefonit, po desh këto muzikë, mos më kontakto. kjo Në është- momentin që shkon nuk i thua tjetër, jo po zvejm kështu. Më ndodh më që se ke muzikë. Po pra probi manovron, a kupton? E kërkon një gjë në YouTube, e shkarkon. Unë nuk them fare, nuk vej muzikë dasëm. Pse? Sepse ai dasmor që ka ardhur ty për të punë, ka ardhur për të kënaq. Unë bëj disa gjona të qarta po, me çiftin, nëse unë ulem me çiftin tavolinë, paraprakisht para dasmës, edhe e bëj qarta, dëshiron të kesh tallava dasëm? Jo. Shumë mirë. Në momentin që në vi dikush më kërkoj tallava, unë thjesht do komunikoj me sy. Bot zbot, nëse më jep konfirmimin për po, unë vazhdoj sepse nuk Me duhet të lejes, shaj, mo. po, patjetër. Nuk duhet më shaj dasmori mua, ai DJ Pa, zbot e thotë se- s'vuni e, tallava, pa, s'dite. Jo, Po, për pyetja mendimin se- tim nuk është, domthon tallavat që veni ju, ti, Elti, shok tona, kupton, mu vlak nuk është e tepruar kur mbot. Jo, është Po kam vënë një lloj gjoje, domthon duan mi dhon vlerë vetes me ca komente pa lidhje. e vërtetë. A kupton? Unë s'bëj kështu. Tash një me që dolëm. Ç'a mendimi ke di se ngjoj shumë vetë, unë shkoj në valle. Pse s'duhet shkosh në valle valla? Kur Ka tjetri bën dasëm, i organizon dhe fundi varet paguar. Ti ngajt çmimin. S'ke pse mi thon lirë. Patjetër, po. Pse Unë mos më shkon valle? personalisht kam edhe unë kohë që nuk shkoj në valle. Domethënë disa e shikoj. Valle për ta quhen natët e ahengut, a se ne Po, thona disa nuk e valle, di po disa e ndoshta. thona ahengut. Po, domethënë valle të shtëpia muzikë para dasmës. Unë personalisht si thash kam kohë që nuk shkoj në valle. Jo, nuk i them nuk shkoj. Por nga dasmët që u kam Jo, krijuar, nuk po flasim në momentin që ti je i zon. jo, kur ti jam je i i lirë. lirë, jam i lirë. Nëse dikush do më thotë për shembull po në valle, unë i them patjetër. Nëse do jemi i lirë, do vi. Po pra, Po. Po ka dhe nga ato raste, domethënë në tentoj që ti them shiko, do ishte më mirë nëse të sjell një DJ tjetër? është tjetër gjë kur ti ke një mundësi të ndryshme, se edhe unë nuk kam kush ka që më shkon valle, Jo, se unë nuk lodhesh shkoj- kot me pak lek, a kupton, Patjetër, me kjo fol është e realitetin. vërtetë. Po, shumë e vërtetë. Por që nuk i prishet qevi dikujt se unë nuk vin valle. Unë të kam marrë përsipër me të bë dasën, është një lloj, o si do ja zgjidhësh ti. Patjetër, unë domethënë Jo me thon ti Më- merr një tjetër se më intereson mu, jo. te netat e tuaja ta hengut, ama dasën ta bëjun. Si në radh parë herë i bi që ti s'vlerëson çfarë po bëjnë në shtëpia. Është shumë e Ti vërtetë. kjo. zgjidhja. Unë i tham, jam lirë vi vet. Si jam lirë do vinë unë nga çunat. Ama Patjetër. do ta zgjidh unë. Normalisht kundrejt pagesës, se s'kem pse më bë falas. Shikon, unë kam edhe një mënyrë punimi tjetër të organizimit valle edhe dasmës. Mënyra më e mirë për mua është nëse të çoj kolegun tim që e di që e besoj punën që i bën, e çoj në valle dhe në dasëm shkoj vetë. Pse? Jo se nuk shkoj në valle, shkoj në valle, por duaj që mos të bajate njerëzit me muzikën që unë sjell. Pra do të bëj një ndryshim. Po jo Dikush- ç'është i mos vlerësimit valleve. Jo, 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 A pra, përkundrazi. se ka rob, pse emër DJ vallësh duke mund ty, Jo. pse emër kameraman vallësh duke Unë- mund ty. po- Se kam më ka ndodhur edhe mua, më shku dikush, përshëndetje si je, kam dasmë filan ditë, kam rregulluar me kameramanin, du me filmu vallet. Ka ca që e merrshin personale, Allah ofendoni. Unë nuk i shkoj, a kupton se unë i bëj vallet në momentin kur do të bëhet dasmën. Patjetër. Se nuk kam se me e zon datën si më thon, sho. Edhe ja, çeki ju tha pse s'pranoni ju, po s'ka lidhje, a kupton? Por, Kjo nuk është mendim asi, thjesht vllai kam metodën time të punës, por jo që unë nuk vlerësoj netet e ahengut, a kupton? Në momentin që unë kam dasmën, është detyra ime nëse di do më filmu kundrejt pagesës patjetër. Shiko, edhe disa për shembull e marrin dhe si për punën e pagesës, siç the, çmimi ulët. Ore, ti shkon në Çmimin valle, ngre, rre çmimin sa do ti. Do me paguaj sa me paguaj. Patjetër. Por se di, domethënë, Që mos ta bëjmë sikur po vendem njerëzit, ose thash nuk duhet ta Jo, bëjmë jo, në dalçe pa pikë negative. ofendimi Tash për duhet të njerëzit. mbosh i çik një krahasim në aspektin tënd personal, a, si blend, edhe si DJ, po si blend përpara, mes dallimit të dasmave krahinore, a. Se pavarësisht se ne themi veri Shqipëria mes me jug, po unë i ndaj ndryshe në fakt. Se po ta shohësh Kuksi Tropoja janë një pak a shumë. Shkodra edhe pse është veri është ka komplet gjë tjetër. Lesha është me Mirditën, Kurbinin, këto. Mati Borreli, pak me Dibra janë një. Kruja, Durrësi, Tirana, Fushkruja, se edhe Fushkruja është bëj qendër shumë e fort dasmësh. Deri diku Elbasani ose gjysma Kavajës janë një. Pastaj Po, ke edhe Cerriku. Kavaj, Peshin, Cerrik, Rogozhin, është ai pellgu që shkodrejnë Pogradec janë një. Pastaj ke Korç, Përmet që janë ndryshe, Saranda, Vlora, domethënë nuk është vetëm veri jug për mendimin tim, a? është nga më ndryshmet, ka shumë zona. Po, si janë eksperiencat tuaja me secilën dhe ku ndihesh ti, si më thon, më adapt i punës. Adapt do të thotë më kompetent i E punës. kuptoj, e kuptoj. Të dasmet e jugut ndihem më rehat. Unë dasma e jugut nuk kam as bëu herë, me të drejtën. Po bënë një dasëm Vlora ka qenë më e si sot, edhe ja thash
klienti shiko nuk e bëj dot. Ti mu të mdush mu DJ, okay, jam i mirë për juve, por nuk ndjem i sigurt sepse nuk e kam bëu, nuk duhet që ta prish shumë dasmën. Sepse unë kështu punoj, domethënë du një punë që du ta marr, du ta kryej vëlla. Ta bëj tamam. Se nëse s'di më bëj, po morim lekët për tjerë. Dhe muzikë, të pak fjalë dasmet e jugut ndjem më rehat. Bona atë dasmën, shkoj çdo gjë perfekt. Thonë nuk e arrita ta kuptoja se si. Edhe vazhdova të punoj më shumë me jug. Sepse jugu ndryshon shumë nga zonat e tjera. Nuk ka hatërmbetje. Ka edhe ato hatërmbetjet, por jo i kanë vetat, me vetat, s'ka lidhje me ty. Jo, fare. Siç thashëm DJ kreativ, sjell gjëra ndryshme. Dhe jugu të vjet gjithmonë pronto. Nëse ti thu për shembull, shikoj, mund ta bëjmë diçka kështu, që diçka ndryshe, patjetër thot, sepse edhe jugu është pak më i modernizuar, po më të hapur, po. Realisht janë më të hapur. Edhe me pak fjalë të jugut ndiem më rehat. Dakor, edhe tek Shqipëria mesme, siç jemi edhe neve, po ne jemi më shumë tradicionale vëlla. Ta bon, si e themi neve, a kupton? 3 këngëtar dum. Po. Edhe DJ do të vej këngët aty në 3 këngëtar. Ka shumë raste Artiolën, prap Artiolën, po vëlla, kam vënë pra herë Artiolën, apo ta vim prap thotë atë du. Edhe mundësisht se ne kena një gjë në Shqipërisë, bëjmë radhën shumë, e bëjmë shumë radhë. Po, edhe kjo mos klop, dëm përqente, siç thash, nga selektimet që kam bë, dhe te Shqipëria mesme kam arrit që ti bit njerëzit mos bëjmë shumë radhë. Po pse je kundër radhës për shembull? Se tash i dalim kjo pjesë që tash si do doje ti të organizoj dasmën, pse mos ketë radhë? Ose si do doje ti të funksiononte dasma? Okej, po nisim me pse nuk do doja radhë, pastaj nisim te kjo tjetra. Një nga arsyet pse nuk do doja që të boshim radhë është shumë e lodhshme. Qoftë për neve, qoftë për dasmorët, është diçka monotone, le të themi, na plon. Se fillojmë me na plon gjithë. Po, kërceu daja, kërceu prap daja. Të njëjtit njerëz, të njëjtit muzikë, diçka bazike, po komplet për mua s'do më pëlqen. Po mirë për shembull, pse mos të ketë një farë radhe, po jo gjithë me radhë. Se për shembull, ideja është daja mund të jetë 70 vjeç u burr. A kupton? Se tash realisht flasim për emancipim, flasim për moderne. Po gjëja që i bën më të bukura dasmat tona është rritja e traditës. Patjetër që. A kupton? Sepse daja thot si dalën me kërceta, kanë dalë kalamajt kryet radhës thot, si dalën me kërceta. Është 70 vjeç alla, nuk e mendon si unë si ti ai. Shiko, dakord, unë rridhe tek tradicionale. Unë siç thash, i pyes dasmorët, dëshironi. Jo, unë them mendimi jot. Patjetër. Ti si do ishte dasma perfekte, jo duke menduar për lodhjen tonë. Po dasma perfekte për çiftin Allah, shkurt e sapi për çiftin. Shiko, unë kam 3 lloje opsione që ja sugjeroj çifteve. Opsioni i parë është dasma që diet bazike, radhët kryesore. Daja, halla, tezja, shoqënia, krushit, edhe kushërit me radhë. Opsioni i dytë është që unë këtë e sugjeroj dhe njerëzit e pëlqejnë shumë. Për shembull, bëhen vetëm radhët e kryesore, që do të thotë daja, halla, tezja. Unë i këtij mendimi jam. Po, shiko, bëjmë këtë radhët dhe mbasi mbaroj kjo radhë. Tu pa tu bo. Bëj radhët lira, unë për shembull çdo dasëm, qoftë edhe dasmori, vetëm nga ato që mund të jenë trash, s'kam rastis në herë, a kupto? Nuk para ka. Nuk para ka, nga çdo dasëm unë bëj radhë të lira. Pse ndodh kjo, radhë e lirë? Do të thonë, bë 4 radhë, 5 radhë kërcimi, do të thonë mbarove me familjarët, një radhë e lirë. Kjo ndodh sepse dasmorët kërcejnë. Për shembull, kemi pas raste komshit. Normal se komshit do kemi në dasëm të stuar, ai do presi orën 3. I funit. Po. Rrezik edhe mas çiftit. Po, ajo është mas çiftit s'ka ndodhur ndonjëherë. Ku? Po kam ndodhur unë. Jam habitra. O kena harru komshita. Çiti komshita, kishte kela zirop në lokal. Dakor, komshit janë gjithmonë do respektojnë kushërit, pastaj komshit po është mos vlerësim. Se ti e ke ftuar dasëm, ti e ke ftuar për ta. Po, edhe mos dini me kërcet ti se do dalësh në orën 3. Po. Të shihun lodhëm 3 deri në orën 3, të vinë në orën 8, 3 orë. Fillon të xhumi. Edhe unë bëj 2-3 sete të lira, që edhe i dasmor, domethënë dasmori që ka ardhur të qoftë komshi, kushëri apo shoqëri apo çfarë do të përfshihet. Po, përfshihet. Të kërcej vëlla. Radhën e parë për shembull unë bëj e nis ose me vallëzime. Vallëzimet normal se ke moshët e treta si shtet daja, ndoshta nuk ka vojë kështu të paktën një vallëzim e shijoj. Qof 5 minuta, qof 10 minuta. E bën. Po thjesht isha dasëm, kërceva, u kënaqem me bashkëshortën, a kupton? Edhe siç thash, vallëzimin e parë bëj, domethënë setin e parë, falë, bëj me vallëzime, 10 minuta, jo për ta egzigeruar. Se shoh shumë për shembull, nisim vallëzim, e çoj në house, është. Po. Shiko, do të nisësh një gjë dhe ta mbarosh me atë ritëm. Me atë ritëm. Për shembull vallëzimin, nëse ti nis me vallëzim, mbaroj me vallëzim vëlla.
sepse merr më shumë Po merr del si meritën. parti pastaj e burr. Parti nuk ka ndalim. Jo. Dasma këtë të mirë ka. Shiko. Ja të them unë mendim tim personalin, nga eksperienca ime. Mu më pëlqen shumë organizimi që i bën mirëditorët. Pse? Po e vërtet edhe kjo. Pse? Kur them mirëditorët, e kam Mirditën, Miloti, Kurbini, zona afër. Lezha, zonat nej, Mamura se nej. Pse? E para punës nuk kanë radhën, siç e themi ne, edhe pse kur dalin gjithë bashk, Nuk e kam problem. ja japin edhe vlerën secilit. Nuk është se kapin venin aty, nuk e lçojnë më. Jo, e vërtet edhe kjo. Edhe bënja 5-6 sete total. Ata bëjnë kërcen 20 minuta. Po shen 20 minuta valla. Bëjnë muhabet, ke ka me bë foto, ke ka me bë video, del don Ço do të them diçka për fillon mënyrën pastaj e kërcen kësaj? pra pushojnë. Kur dalin krushit e zemë, se krushit të rradha si më thonë në një farë mënyrë më e shenjtë e dasme, sa kupton. Din ta respektojnë të mbas, ta i përfshirë me krushin. Kurse ne Shqipërisë me kemi problem Allah me bomë daltin rradh krushit ta kap nuzja dalës burri hallës të përgjelësh tjetër për rradhë. Pse? Ai respekt është, ta kupton. Se ne kena mësuar, jo pa kanë rradhën para kërcen ato, e bën ato, hajde më përfshirë gjithë se jena miq tani, ja kupton. Dhe ato më pëlqen shumë për mënyrën e organizimit. Pastaj për Allegro për mendimin tim si Shkodra s'ka. E vërtet. Nuk e di pse, Shkodra. nuk e di pse. Shkodra, edhe Shkodra është pak a shumë si, domethënë pa radhë ka edhe Shkodra. Po, e kanë Allegro, ku di, e kanë gjak. Është muzika, jo, është muzika. Ndoshta, pa e Është kanë gjak. muzika sepse nuk ka muzikë si neve. E vlerësojnë më ndryshe, kurse ne shumica shqiptarisë mesme e vlerësojnë dasmën si gjë për të kryer, E vërtet. Po sa atë shijojnë, ne shijojnë Allah me të madhe me të vogël e me gjitha. Patjetër. Shiko, për mënyrën organizimit do të shpjegoj edhe diçka mënyra se si organizoj unë. Siç thej domethënë ke ka me bë foto apo me bone më. Mi po gjithë gjëra. Patjetër. Unë momenti që bi dakord me dasmorin, fillimisht bëj hyrjen e çiftit. Organizoj dasmorët, të mirëpresim çiftin. Okej, ulet çifti dhe shumica, domethënë flas për eksperiencën që kam kaluar, e nisin dasmën direkt. Unë nuk jam pro kësaj. Pse? Sepse dorë pak robi shqetësi. Të flasi, domethënë të çlirohet me pak fjalë. Dalin dhe emocionet, po. Edhe jam me mendimin që këtu do të filloj procesi i fotografit, pra në rastin tat për shembull. Po pra bashkëpunimi o bun. Unë nuk e nis muzikën pa marru punë fotografi. Pse? Do të bëj fotot familjare. Mendimi. Që janë gjëra më rëndësishme ndas. Po. Se ke shumë e nisin muzikën, se to nuk i ka po më pasaj, po fillon me gërce, po leqi prishën një herë se janë rregulluar po përveç asaj edhe lodhen Allah, i del nga qefi, mërzitën, fillojnë këto strese. Domethënë nga çdo dasëm e sugjeroj këtë, besoj ato që më njohin. Po, shko marrë fotot, se është pjesë e rëndësishme. Po. Dikush nuk e kupton fare këtë gjë. Po jo kam me marrë punë, po me kry punë. Po kjo është, unë nuk e kam problem si DJ. Unë du që në radhë parë të bëhet puna e kameramanit, qofti apo dikush tjetër, sepse kjo është puna që klienti kërko. Ora, a kupton, jemi të gjithë në shërbim të kryerjes së një gjëje shumë të bukur në shërbim të çiftit. Patjetër. Që çifti të dalë i kënaqur, nuk do të dalë vetëm i kënaqur nga fotografi, do të dalë i kënaqur nga drejtimi, nga DJ, nga lokali, nga kamarieri. Pikërisht pra. Domethënë, jetë formë bashkëpunimi që të shkojnë atë lloj pike që çdo gjë të funksionojë me një të pamë, a kupton? Jo me kunja me mendoj shumë këtë pjesë. Për shembull, edhe te pjesa e tymit, shoh shumë to që hedhin tym vëlla. Pse fillon muzika hedh tymin, por për dera se do të folesh me DJ-n ç'a muzikë është. Po, për shembull, nuk e le ta kombinimi. Po, nuk e le ta hedh muzikën. Ke shumë muzikë që nisin vetëm instrumental, pa beat. Domethënë nuk ka një kështu, një beat. Bup. A di them prit mos e ho, do të them kur ta hudhësh. Pse se ta keti fare lidhje. Nuk është momenti. Edhe fishek zjarret kur i ndezin, për tjera vllasit është nuk ke sinkronizim me muzikën fare. Ti duhet të dëgjosh muzikën para, domethënë para se me bë vallëzimin e çiftit kur hedhet timi edhe fishek zjarret. Ja tregoj muzikën, ja shiko vlla, në këtë sekond do plasësh fishek zjarret. Pse sepse edhe video kur det, bum. Po. Ta lehtëson shumë punën. Kemi shkuar në për koncerte, në për klabe. Po ta lehtëson goxha punën edhe mënyrat punorit ashtu, a kupton? Shiko Blendo, du të bëj një pyetje, se bashkëbisedimi ky, a di pse po më pëlqen shumë ky bashkëbisedimi, sepse njerëzit kanë nevojë shumë të orientohen. Domethënë, një ndër misionet kryesore të podcastit tim ky është, që njerëzit të mësojnë. Domethënë, mos shkojnë, sa vet do ta shohin 200-300 vet, për çon si ka. Mund ta shohin edhe 1000, mund ta shohin edhe 5000. Mund ta shohin edhe 10 persona, 10 persona. Ta mësoj dikush diçka. Po. Sepse nga 10 persona mund dalin edhe 100 tjera plus. Pikërisht pra, sepse dasmat po harxojnë lek rrobat valla. Harxoj shumë lek me organizimin e dasmës. Edhe ta ke një formë orientimi, jo thjesht futur në YouTube shifi video,
siç është bërë si tip trendi. Ja. Duhet të bësh një koment për secilën krahin, ç'a të pëlqen dhe ç'a nuk pëlqen. Ke mënyra organizimit dasme. Pa e marrë personale askush. Jo më fare. Ne kemi flasim me sinqeritet, po e ke kuptuar, nuk është përgjithësia janë. Ja. I kemi gjithë mish, krahinat, fundi Patjetër. shqiptar jemi të Patjetër. dorës tonë. Po kuptimin çfarë të pëlqen që ta shtojnë dhe Diçka çfarë nuk ndryshe. pëlqen që ta ndryshojnë valla fundi. Për shembull, nisim nga Shqipëria mesme. Do të heqim tupanat. Nuk janë tonat. Nuk valla. janë tonat. Nuk janë tonat. Nuk Realisht janë nuk janë tonat. Se mos dalin tash këta tupançit. Se kemi me jo valla, po s'janë tonat, a Nuk kupton? janë. Dasmorët që ka unë ja shpjegoj, vlla, dakor ti ke shef, i ki pak e das më tjetër, por është zero për mua. Zero. Merr Allah, ka valltar, ka muzikë, ka shumë, dajre, shumë. ka gjona. Ke shumë gjona tjera. Nga jugu, edhe nga jugu, e tupana. Është, nuk e di ç'a të them, është funi fare. Si çka këngë do i vesh me tupana më plak, a kupton? Edhe T'jugut. ndërsa te Veriu nuk është se kam nej, domethënë kundërshtim, pse e kanë bë edhe nuk Ja, ata po që nuk tupanin do e ta kanë vetën, Po, ja kanë vetën. Jo, po flas për diçka tjetër, jo për tupane, për disa gjëra tjera për mua janë tradicional. Domethënë për atë që din të bëjnë janë Nuk bën gjërat pa pritura të këqija, nuk Po, parandodhen, është është shumë e vërtet vërtet. Edhe të tupanet për shembull, dasma Shqipëria mesme, më fusin ca kongë që tupanisëve, pa i Po, shaj po, tupanisë. Po s'ka lidhje me personalen, po thjesht ide janë valla të Shqipërisë mesme, a kupton? Vlla, qa lidhje ka një muzikë Veriu me Shqipërinë e mesme? Ajo mund të jetë shumë e bukur, përkundrazi, ne përdorim shumë muzikë Veriu Po ndasme patjetër o burr, patjetër se jemi shqiptar, po. Ti si si grup, në momentin kur sjell tupanat, kostumat popullore, gjë, ti supozohet po sjell traditën e vjetër. Dhe traditën e vjetër nuk mund të sjellësh si dush ti. A kupton? Se ti po vjen me bën një show më vllajem. Edhe Shqipëria mesme ka valltarët. Janë ato performancat, ka kongët e tavolinës. A kupton? Jo më larg se para 2 javësh ishte një dasëm. Ajo dasmën, siç thash, më kisha lëmë dorë gjithmonë, kisha shok. Atë dhondri që martuaj kisha shumë shok. Edhe kisha edhe Mariglenin Azizi. Po e kam pa. Besoj e ke pa. Po e kam pa atë videon. Edhe, domethënë, pak a shumë e kisha unë si organizim dasme. Domethënë, e kishim shumë me dëshirë ta punonim bashkë, në mënyrë perfekte këtu aty. Tani këto kishin marrë një grup valltaresh. Tash ky djalë mund ta shohë këtë video, nuk është diçka që po e shaj, thjesht ta mësoj të tjerët, po. Thash, ai ishte dasëm jugu nga Berati. Kishte fut kong tironse, kong që s'po i përmend tash se dikush basa më personale. Ca kong që vlla thash, më thuaj ti ç'a lidhje ka kjo muzika në radhë parë me dasmorët, në radhë dytë me tupanat, ç'a lidhje, jo po ma ka kërkuar çifti. Okej thash, prit. Sugjerimi bën? Prit, jo, priti thash. Ta kërkuar çifti, okej, mora çin thash. Kështu thash, ta kërkuar çifti apo? Jo vlla tha, s'di gjotha. Qa muzikë që kena morë kështu valtarë, tha, jo tupanë, shok. E po këni javani, dhe me thonë me pak fjalë ishin ca muzikë që më të mirat që neve si DJ, mundomi që DJ momentin, dhe me thonë në rrim 8 orë ndasëm, për 10 muzikë që sot janë viral, besoj njerëzit i njofin gjithë. Knaqen gjithë ku i qenë. Ato vim për 20 minuta dhe ti konsumon gjithë atë. Tani, qa duhet presin një dasmor ndryshe nga i DJ, më thujti mu. Pikërisht. A kupto? Nëse jam unë gabim, okej. Jo, la shumë, qëndron shumë dhe më pëlqen shumë fakti që e përmende, edhe ta ngjojnë gjithë, a kupton. Ideja është duhet si i prish punë DJ-t vllai. I prish punë dasmorit se DJ fundi afare merr lekët e ikën. Unë kam krijuar edhe diçka tjetër. Nëse unë, okej, ka tupanë shumë mirë, më jep muzikën ta dëgjoj. Shumë mirë ke fut muzikë që ti preferon të kesh. Ja që tupanat bëjnë muzikë vetëm bab i bina. Po çfarë ka, edhe ç'a bëj unë tash, bëj një rast lirë. Pare se tupanet vinë, pa i shajt gjithmonë, pa përmend gjatë gjithë. E hoqim kompleksin e keq kuptimit, po keq kuptuan e kanë fajin vet. Po, nga para lumi unë për shembull se sot do shkon që dasmor. Çdo dasëm është. Po, çon, edhe një nga kongët që ato fillojnë kjo është lumi unë, dakor, përshtatet shumë me tupana, përshtatet me vjen melodike, me çiftin, me dasmorët është komplet okay për mendimin tim, për tupanat. Por, nëse ti vendos atë, vendos edhe një 5-6 muzikë tjera, qa do të bëjnë si DJ, asi gjo s'bëj. Ti e ke vu gjithë ndasëm. Po mishte në aplon. Është bazik. Edhe unë qa bëj të shit që se këto hitet nuk kanë qef gjohen shumë. Qa bëjnë pauzë çdo gjë, ftoj dasmorët gjithë të kërcen. Fillimisht ftoj çiftin që është më kryesor në dasëm. Edhe me këngën që unë vej për shembull dasmorët çon gjithë në kom, e preferojnë shumë, domethënë ndjen më shumë të privilegjuar me muzikën që unë sjell se sa me tupanat, sepse kur vin tupanat njerëzit i keq gjithë të bëj video tupaniset dhe jo çiftin.
Besoj do të kesh pa ndasëm. Është performancë pra këtë po të them. Njerëzit e shohin hajde kështu. Tu panët sjellin vërtet energji ndasëm, vërtet shumë ritëm. Por nuk është nga ajo që të duan dasmorët vërtet. Thjesht e kanë si detyrim. Se çan do. Shumë vetë marrin fillim fare. Unë jam kundër tupanave ose këtyre valltarëve në fillim. Se i hik rëndësia hyrjes çiftit vallaj. A kupton? Tash ja shohim çiftin siç e theti apo shohim performancën. Unë nuk ja kam sugjeruar. Po pra, ideja është pastaj i gjë që do sugjerojë në gjithëve është të vinë dhe krushit, ta shohin ata performancën, a kupton? Patjetër, unë gjithmonë. Në një farë mënyrë është performancë, por në një farë mënyrë është performancë. Është për gjithë dasmorët, nuk është diçka. Nuk është po me marrë punë 10 minuta, po kam dasmën tjetër unë, a kupton? Unë vërtet unë bashkëpunoj shumë me këto, nëse ka valltar, shikoj them vlla, që dalesh mirë edhe ti, por dal mirë edhe unë. Dhe mbi të gjitha dali mirë edhe dasma, duhet bashkëpunim. Nuk mund të vish ti me muzikë që ti do. Marrë punë Priti herë, se jam edhe unë. Çfarë duhet bëjmë tash? Unë 2 muzikë dasmë nuk i vej dot. Domethënë 2 herë muzikë, nuk i vej dot. Po tash ti pa ma konsumon gjitha më të mirat për 10 minuta dhe po, kjo është për mua zon pëlqente. Bledo. Nuk du më shumë ta thash edhe një herë, ta bëjmë kjo bisedë të ishte siç doli, në fakt në formë edhe këshillimi. Patjetër që po kjo këshill më shumë që dasmorët ta kuptojnë vërtet rëndësinë si funksionon nga 2 njerëz që kanë vite që po merren, ëh, se ndoshta ata që s'kan bë dasmë s'kan interes fare me pa videon, por që ideja është dikush të informohet. Bashkëbisedime për tilla gjëra nuk do kishte fund, a kupton, se normalisht dasmat janë të pafundme e këto. Duhet të më thush edhe një gjë nga eksperiencat e personale dhe pastaj do ta mbyllim. Si të falenderojnë prindit e çiftit. Kjo gjë më intereson shumë. Kjo është, të them drejtën, një nga momentet që ndihem më mirë kjo është, nga çdo dasëm. Nëse unë e shoh si vlerësim, kjo është një nga mënyrat më të vlerësueshme, sepse nëse dikush 10 vjet falenderon, thot faleminderit shumë që më nxorë dasmën bukur, kjo për më është rritje, shumë rritje. Dhe ka shumë mënyra, për shembull, një nga mënyrat është bakshishi, që ne shohim si vlerësim. Po dikush e ka dhe si detyrim moral, domethënë ai ti le bakshish, po në të vërtetë ndoshta nuk është kënaq. Më shumë më intereson falënderimi se sa bakshishi. Pra, fjalët e mira. Dhe ka pas shumë raste. Edhe sugjerimi. Po, sugjerimi. Pra, unë kështu kam hes, siç thash, unë më shumë kam hes me sugjerime. Duhet që çdo dasëm ta nxjerr perfekt dhe njerëzit ngelin kënaq. Unë kam pasur si traditë në podcast që gjithmonë du nga të ftuarit një këshill për të rit, jashtë aspektit profesional. Du edhe një këshill për teje për DJ-t në aspektin tënd artistik profesional. 2 mesazhe du edhe për ta mbyllim se e shoh që biseda zot marroi kur. Zot marroi kur kjo. Këshilla ime është që DJ-t, gjithë domethënë DJ-t, flas që duhet bashkëpunojnë shumë me dasmorët. Të krijojnë atë që dasmorët do vërtet, por mbi të gjitha dhe DJ-t të bëjnë më të mirën. Dhe besimi në vetvete dhe puna e fortë të nxjerr aty kudo që të shkosh. Domethënë që dasmorit ngeli shumë i kënaq. Pra, me pak fjalë, është që nuk do të tregosh arrogant me njerëzit, por mirësjellje le të themi, e kupto? Bashkëpunimi i fortë të sjell aty ku do të shkosh. Pra, besimi të rish me kom tok dhe të bësh atë që do klienti me pak fjalë, e kupto? Dhe për të rit. Për të rit. Edhe të rejat. Po, edhe të rejat. Jo për dasmët, ë? Jo për gjithë. Në aspektin tatë shoqëror, du një këshill një shoku. Një shoku. Ideja është ti je një djalë i ri, je shumë punëtor, je shumë i edukuar. Dhe kjo s'ka lidhje me të që je një DJ. Dhe ti ke një eksperiencë tatë. E kuptoj, domethënë do këshilloje të rit valla. Të rit. Po. E kuptoj, domethënë nuk ka lidhje me punën fare. Jo, du një gjë personale. Këshilla ime personale është mendimi që duhet t'ja për të rit, është të rinë me kom tok, dhe të punojnë fort, domethënë me plot besimin, të falenderojnë Zotin në radhë parë që jemi mirë se ndajna dhe kështu edhe mos jenë shumë, domethënë në bazë të, kështu gjon si ta shpjegoj këtë, në bazë të gjonës të keqja, apo ku gjon si ta shpjegoj. Mos i rinë mava, keq. Bravo, të famës apo ku dëgjon, shohim të rinë me njerëz negativa, domethënë, shiko, do të zgjedhësh një zgjidhë shokun më mirë se veten. Bravo, kjo është, zgjidhë shokun më mirë se vetja dhe të punosh fort. Krijosh atë besimin. Me punë krijohet gjithçka. Unë për ta shtuar atë që po thotë. Unë jam një këshill nga ana ime, nga eksperienca ime, nga vitet e mia. Sa edhe unë jam 32 vjeç. Tash jam
8 vite më madh se ti qenë. Shumë i madh. Për mu është konsistenca, qëndrueshmëria dhe vazhdueshmëria i të qenit i mirë. Punëtor, i edukuar, edhe i duruar, sepse investimi në kohë tek vetja të formon profesionalisht, personalisht edhe familjarisht. E vërtet. Në momentin që ti pret valla, suksesi nuk vjen sot për nesër. Mund të vinë në momentin e duhur. Vjen viraliteti sot për nesër. Suksesi do kohën e vet. Do t'i tregosh vlerat dhe duhet ish i duruar për ta pritur rezultatin. Që unë po e shoh nuk ka durim fare. E vërtet shumë. A kupton? Edhe kjo gjë më pezmaton, në thonë nuk e kam më likshton shumë kur e shoh që nuk ka durim fare. Ai që duron fiton thotë. I durumi i fitumi më. Po. Kështu që këshilla ime kjo do ishte për të gjithë ato, kurse për dasmorët do të jepja një këshill, një herë martoheni, bëjeni gjërat, planet përpara. Një javë para dasmës fikeni automatin e stresit, shijoni ahengun, shijoni dasmën, kënaquni dhe gjithmonë zgjidhni profesionista. Mos e keni menen me kurse, po zgjidhni profesionista, po mundet me gjatë çmim të mirë, është tjetër gjë, por që mos synoni të lirën. Blend, falenderoj arsimase shumë. Faleminderit. Besoj shumë veta kanë mësuar se si ti bëjnë dasmat e veta tani. Do ketë DJ tjerë ndoshta në të ardhmen të ftuar se shumë realisht kanë kërku. Por që ta kenë një pikë. DJ i parë që. Po, DJ po, jo dasmagji, se dasmagji tjerë kanë pas, kameraman, valltar, gjëra, po DJ s'kan pas. Edhe falenderoj shumë edhe për këtë shije, se unë thash, unë vlerësoj jashtëzakonisht shumë për edukatën dhe për ashtu dhe lumë prindit që të kanë. Faleminderit. Faleminderit ti Geni dhe të uroj shumë suksese edhe ty në rrugtim që edhe ti je djalë fantastik. Unë të njoh personalisht shumë mirë. Shumë punëtor, shumë me edukat shumë. Ama mos ta kthem bisedën nga. Edhe herë faleminderit gjithëve dhe shihemi besoj në podcastin tjetër. Do bëjmë patjetër një tjetër. Faleminderit, ju përshëndes gjithëve.